Aleanca ka renditur disa kërkesa që duhet të plotësohen nga lëvizja vetëvendosje nëse do ndihmën e saj për formimin e institucioneve. Kryetari i Aleancës Ardian Gjini ka thënë se partia e tij nuk synon pjesëmarrje në qeveri, por se ka disa kërkesa nëse i kërkohet ndihmë. Institucionet e reja të Kosovës duhet qartë edhe pa ekuivoke me pranu orientimin strategjik edhe njëherë, me pranu projektin e gasit lëndshëm, gasit amerikan. Me njëherë, ky është jo vetëm projekt energjetik. Ky është projekt strategjik që tregon orientimin shumë afatgjatë shtetit tonë. Shteti jonë duhet me njëherë me i nisë procedurat e ndërtimit edhe të termocentralit të rinë të njëtë. Në mesin e kërkesave të Aleancës është ngritja e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro, lirimi nga tatimi në proni tokave të punuara, si dhe buxhetimi i plot i rrugëve të papërfunduara. Institucionet e reja me njëherë duhen me i buxhetu si të plota ndërtimin e infrastrukturës jetike në Kosovë, si që është rruga për Gjilan, për Pej, për Gjakov, për Mitrovic, për Podojer, jënë të pa buxhetume. Ne kërkojmë që në kuadër të infrastrukturës, institucionet e reja me njëherë të zotohen, se për Prishtinën në 5 vitet e ardhshme duhet të ndahen 800 milion deri 1 miliard euro për shkak se Prishtina po bëhet e pajetueshme. Kryeqyteti jonë është i ngulfatur. I pyetur për kandidaturën e mundshme të Ramush Haradinajt për president, Gjini tha se kjo do të ishte nder për vendin, por Aleanca nuk e vendosi kush për të dhënë votën. Ne mendojmë që Kosova nuk kish mujt me pas president më të mirë se Ramush Haradinaj tash, mirë po nuk po dojmë me bloku Kosovën, jemi të gatshëm edhe me blokuar, por po lypim diçka për qytetarin e Kosovës, jo për vete. Nuk kemi kurfar kushti vetjak. Gjini moj të ketë pasur ftesë nga lëvizja vetëvendosje për koalicion, duke shtuar se edhe nëse vjen një e tillë, Aleanca nuk do ta pranojë pa u plotësuar kërkesat. Ai u shpreh i hapur për takime me PDK-n dhe LDK-n, por siç tha, jo për pazare për poste.